Pak ai proi Zaranikës dhe proi sidomos Manazeres, ato janë modelet e ndotjes kolosale. Atje është edhe kulmi i ndotjes, sepse për qytetarët e institucionet përkatëse nuk kanë dhënë dorë fare. Ato janë burime intensive të ndotjes. Mrekullisht jemi të imunizuar deri në shkallë, po edhe imunizimi ka një kufi. Nuk e di, po inshallah nuk ndodhi gjë, se këtu bijem në fatalizëm, besojmë edhe ato si kemi besuar, duhet të ruhemi nga fatkeqësitë që mund të shkaktohen atje, se atje fillojnë epidemitë e pandeminë, janë burime potenciale të infeksioneve madhore, që mund të dëmtojnë jo qytetin, po gjithë shtetin. Përgjithësia shkon mbi institucionet apo qytetarët që ndosin? Shiko, qytetarët kanë pjesën e tyre. Që duhet të mësohen të hedhin veturinat atje ku duhet. Në qoftë se s'kan, duhet të kërkojnë të ngrejnë zërin, mos rrinë indiferent. Edhe indiferentizmi është aq i rrezikshëm sa dhe fajet që bëhen. Po institucionet kanë pjesën e tyre, se paguhen për atë punë, dhe institucionet duhet zgjohen, se janë në gjumë të thellë. Edhe institucioneve u bëjmë thirrje, zgjohuni nga letargjia, se jemi në mes verës. Dhe vera, sa që ka të mira, ka dhe të këqija. Prandaj i themi, zgjohuni nga letargjia.